A duket e drejt hoxh në moshën madhore të kenë Snapchat? Të lutem një përgjigje ma jep. Pra si duket pyet si mendon që vetëm ata që nuk janë në moshën madhore duhet me pas Snapchat e në moshën madhore jo. Kështu unë s'pa kuptoj. Nëse kam keq kuptu diçka ose se kam idenë për çka bëhet fjalë, atëherë mund të më komentoj edhe të më orientoj dikush. Ne themi rrjetet sociale në përgjithësi, nuk themi as janë halal as janë haram. Varet si e përdor. Prandaj habitem me ata njerëz të cilët kur e shohin hoxhën në TikTok ose dikun thonë hoxh TikTok është haram. Jo, për ty ndoshta është haram, që rrin tan ditën e të natën duke qenë se janë haram. Edhe Snapchati është haram. Ama nëse qyr halal, merresh me halal, përfiton prej tij, përfitojnë të tjerët prej teje. Pse mos me pas Snapchat, pse mos me pas TikTok? Le të jetë frika Allahut azhjal tek secili besimtar, le ta dinë se me laçet djathtas dhe majtas e shkruajnë mëkatet edhe sevapet. Prandaj edhe nëse është moshë madhore, edhe nëse është plak, s'ka lidhje me pas Snapchat, me pas TikTok, Instagram, Facebook, etj. Lejohet pa problem. Kreto është problemi se si e shfrytëzon ato forma, do të thonë se pastaj çka të çet ty Instagrami, çka të çet Snapchati apo TikToki, se Snapchatin nuk e di unë shumë se për vetes kam. Themi kret në varet pastaj se çka sheh ti që ato dalin ty. Kujdes.